zemra ma thërmohet. Sa herë më ndodh të mos ke motiv, e gjunjë ku të mësohen. Sa herë që jetë më përstu hi, e shpirti të më ftohet. Aty e gjej forcën për t'u ringrit, për t'u ringrit. Jo nuk I të ndalem, edhe kur rësohem. Shenjën trupin tim, gradët kam trapem, një që krenohem. Jo nuk I të ndalem, edhe kur rësohem. Sfidë shpirti tim, rruga e vështir, jo nuk të rësohem. 1, 2, 3, a e di, je heroj jetës tënde, a e di. Ti mundesh, a e di, je heroj jetës tënde, a e di. Ti mundesh, nisja dhe një herë, nisja nga fillimi. Sot është libere, nisja nga fillimi. Në do tjetë nëngë, të pjesë ndalë. Bravo të rinjim, bravo të dalë. Nisja dhe një herë, nisja nga fillimi. Në do tjetë nëngë, të pjesë ndalë. Bravo të rinjim, bravo të dalë. Ti s'qep ti esh I madh, ti s'qep ti esh I vogël. Ti s'qep ti esh I fort, ti s'qep ti esh I dobët. Ti mundesh botën, e jo bota ty. E kur të thonë nuk mundesh, ti proje gjithsesi. Provo të rish pa gjumë, provo dhe të humbasësh, të prekësh edhe fundin, edhe prap t'ja dalësh. Proje ti për veten, proje për të tjerë, e nëse ndihesh vetëm, kujto, ke një vlerë. A e di, je heroj jetës tënde, a e di. Ti mundesh, a e di. Je heroj jetës tënde, a e di. Ti mundesh, nisja dhe një herë, nisja nga fillimi. Sot është libere, nisja nga fillimi. Në do tjetë nëngë, të pjesë ndalë. Bravo të rinjim, bravo të dalë. Nisja dhe një herë, nisja nga fillimi. Sot është libere, nisja nga fillimi. Në do tjetë nëngë, të pjesë ndalë. Bravo të rinjim, bravo të dalë. Mirëmëngjesi të gjithëve nga unë, me mbrëma për juve, se ju ndoshta jeni akoma në bazdite disa vendime, sidomos Amerika, për pjesën e Shqipërisë është në mbrëmje, në orën 9 të mbrëmjes. Unë jam shumë e lumtur që jam këtu tani në këtë moment, dhe sot është një natë shumë e bukur, sepse do jem me Merin, e cila ka qenë mësuese për gati 40 vjet, mësuese e fizikës. Por në ndryshim nga mësuese, dhe mësuesja ime e fizikës ka qenë shumë e mirë, mësuese Zana, dhe gjithmonë më ka dhënë shtisën e parë për këto gjëra që unë flas sot, pikërisht mësuesja e fizikës. Dhe kur Meri më ka shkruar, unë kam qenë jashtëzakonisht e lumtur, sepse unë e di shumë mirë që shumë mësues të fizikës kanë qenë nga që e kanë praktikuar si lëndë dhe kanë qenë ata të parë të cilët kanë më shumë informacion se sa njerëzit e zakonshëm në lidhje me fizikën kuantike. Shumë informacione që unë jap këtu në faqe ka të bëjnë pikërisht me këtë gjë, me fizikën kuantike ose fizikën e re që quhet ndryshe, dhe me fushën kuantike, me energjinë, sepse energjia është pjesë e fizikës. Tjetër, ligjet e gravitetit, tjetër ose ligjet e ndryshme që ndikojnë në jetën tonë dhe që ne nuk dimë t'i luajmë sepse jemi aq shumë të fizikja, aq shumë të fokusuar tek ajo që ndodh para syve tonë. Por realiteti është që është një proces fizik që po ndodh në çdo moment. Pra, këto gjëra që unë flas nuk janë, sepse shumë njerëz mund t'i marrin si shpirtëror, por realiteti është janë më shumë fizik se sa nëse do ta emërtonim si shpirtërore. Dhe nëse e kupton fizikën, shumë njerëz janë më të prirur ti pranojnë këto gjëra. Dhe një gjë tjetër që dua ta ndaj, që ka të bëjë pikërisht me fizikën dhe do ftoj direkt Merin, është fakti që gjatë jetës ne krijojmë rezistencë shumë të lartë. Pra neutraliteti është një pikë e drejtë ose një si lumi i drejtë, por rezistenca është ajo gjë që ne na bën të vuajmë. Çfarë është rezistenca? Çdo gjë, çdo pengesë, çdo vuajtje që ne ngarkojmë në energjinë tonë, ajo është rezistencë, sepse ne largohemi nga neutraliteti. Çfarë është neutralitet? Çdo gjë që është në natyrë është neutralitet. Çdo gjë, uji, tjetër, malet, pemët,
fushat, çfarë do gjëje, lulet janë në neutralitet gjatë gjithë kohës. Ndërsa ne si njerëz, për shkak se kemi arsye, është ajo gjë që na ndalon që të pranojmë të qëndrojmë në këtë neutralitet sepse krijojmë një rezistencë. Dhe gjithë kjo, nga këtu te gishti këtu deri te dora ime poshtë, është rezistencë. Dhe kjo rezistencë na bën shpeshherë të vuajmë. Kjo gjë na bën të vuajmë, kjo gjë na ngarkon emocionalisht. Le të ftoj Merin tani dhe të flasim më shumë për këto gjëra dhe jam jashtëzakonisht mirënjohëse për këtë gjë. Sa fillova, sa kam filluar Krasniqi, le të ftojmë Merin, nëse Meri të lutem pranoje kërkesën. Nuk ka problem. Nuk ka problem, ti kthe kamerën. Ktheva kamerën, okay. Ka problem. Atë mirë. Ti po kalon. Duke shumë e bukur. Mirë. Po, faleminderit. Ta vendosësh në një vend telefonin, mundesh ta vësh merr ca diçka atje që të qëndrosh, të shikoj komplet pjesën e lartme që mos jesh gjatë gjithë kohët në lëvizje, apo do ta mbash ashtu, si ta kesh ti më të lehtë. Ja, po e bën kështu, se kisha ca libra në fakt. Shikoj, në fakt e kam bler një suport, po e harrova. Nuk e kam në shtëpi, që mban telefonin. Gjithsesi ai do ta kalojmë edhe kështu me pak vështirësi. Okej, nuk ka problem. Jo, nuk është vështirësi. Do të pikën ta mbaj dorën fiks që mos të bezdis. Ashtu fiks. Ti Meri tani, meqense njerëzit nuk të njohin, unë të njoh pak më shumë se sa të tjerët, unë dua që të prezantosh veten tënde me pak fjalë dhe direkt pastaj kalojmë në fushën kuantike. Po. Atëre e kam parë, besoj edhe prezantimin edhe tek faqja jote edhe tek faqja ime. Unë jam mësuese e fizikës, kam punuar rreth 40 vite. Që nga viti 82 edhe deri në vitin 2022. Kisha dalë në pension, po më ftojnë në shkollë private dhe shkova edhe atje për një vit. Gjatë kësaj kohe nuk kam bërë vetëm fizik, po kam bërë dhe biznes, kam bërë dhe kurse fizike, kam bërë kurse informatike, edhe biznesin e kam aktualisht, edhe kam 5 vite që kam dalë në pension, do të thënë pension, unë nuk jam pensioniste, unë jam e regjistruar me NIPT, kur i thon, por nga puna kam dalë në pension si vite. Po, e kuptoj. Po, unë nga që jam gjithë kohës në fushë kuantike dhe nuk e konceptoj dot kohën. Nuk ka për mua kohë. S'ka fillim asnjë koha për mua. Meri, ke një jastëk, duhet ta vendosim kamerën në një vend zemër, sepse nuk dua që të merret vëmendja njerëzve nga lëvizja e telefonit, telefoni tani nga që kur flet është normale edhe unë flas. Okej, ja po e lë këtu diku që ta gjej, ti gjej një dy gjëra, është vërtet bezdise. Po, thjesht merr një libër ose diçka, sepse është mirë të fokusohen te mesazhe, shumë interesante, sepse ajo që dua që ta kuptoni edhe juve është kjo. Meri ka shumë informacione për pjesën e fizikës kuantike dhe do t'i ndaj me ne, sidomos për faktin se kjo fushë kuantike funksionon. Ajo është një person me shumë energji dhe është duke bërë jashtëzakonisht shumë gjëra edhe pse është në pension dhe unë jam mahnitur nga angazhimi i saj dhe fakti që ecën në natyrë vazhdon Meri në këtë moment jeton në Berat, ka lindur në një vend të vogël të Beratit, por është transferuar në Berat për shumë kohë dhe është totalisht aktive me shumë aktivitete që bën gjatë ditës së saj. Por për këtë fuqi që ajo merr, edhe pse njerëzit kur mendojnë që janë në pension, mendojnë që të dalen, mos të bëjmë gjëra, por Meri zgjedh të kundërtën dhe do na i thotë këto gjëra dhe këto sekrete pikërisht te live. Kështu që prisim, keni pak durim derisa Meri të vendosë një. Po. Vendos diçka. Ashtu Meri. Ja, shiko, kështu duket okay, kështu jam mirë? Po. Po. Okej. Dakor. Dhe atë si që po vete kam filluar shkollën, do më thënë, kur isha 19 vjeç dhe jo rastësisht shkova për fizik, unë e hodha për fizik, mjekësi, se atëre na çonte partia në shkollë, edhe për juridik. Edhe nga që si duket këto shkencat natyrore janë çik të vështira,
po jeq syzat fare se mbase bezdisin. Shkencat natyrore janë çik të vështira për t'u pranuar. Edhe unë e pranova dhe mbarova mirë shkollën. Edhe në punë kam punuar 5 vite në fshat. Në atë kohë kishte edhe laboratore. Nuk ishte si në kohën e sotme që edhe ka dhe s'ka laborator dhe unë e shfrytëzova këtë gjë. Mundësia që jam rritur edhe në qytet, po kam bërë dhe pushime verore në fshat, në natyrë, më ka bërë ky njeri që jam sot. Prandaj lidhur me këtë dua të them që edhe fëmijët e sotëm janë të shkëputur komplet nga natyra. Prandaj janë edhe në këtë gjendje që janë. Edhe nuk bëjnë përmarrje. Megjithatë për këtë do flasim një çik më vonë. Për pjesën e si e shikon fizikën kuantike, domethënë me emërtimin tënd, ashtu si ti e mendon, sepse disa njerëz nuk e kanë dëgjuar asnjëherë Meri. Ti ke studiuar, je marrë me të, ke libra që ke lexuar për të, domethënë pjesa e fizikës kuantike, si e shikon ti me fjalë të thjeshta, nuk po theme për kufizim fizik. Unë ashtu do ta shpjegoj. Ashtu do ta shpjegoj me fjalë të thjeshta, sepse edhe arsimi im edhe në shkollë nuk para bëhet. Fizika kuantike është një kapitull fare i vogël. Edhe nuk është se është një kapitull shumë i rëndësishëm për të zhvilluar. Dhe në gjimnaz, sidomos tani është hequr fare, nuk ka fizikë kuantike. Por ajo që më ka bërë mua të tillë janë thjesht sepse unë kam studiuar vetëm në mënyrë autodidakte, kam studiuar vetëm më pëlqen më tërheq. Nuk është se është bërë kjo në shkollë edhe ajo që më ka pëlqyer më shumë kohët e fundit, nga që e kam kohën më të lirë, dikush për shembull mërzitet ose me zipret të dalin në pension sepse nuk e duron dot më arsimimin, punën, ku di unë. Për mua ka qenë një periudhë rilindje kjo. Edhe po të ma shikosh edhe pamjen, nuk dua të them që jam në pension edhe jo se nuk pranoj vitet, se vitet janë pala mi palë themi në njëra mbi tjetrën, por çka është ajo që njeriu fiton një lloj qetësie dhe bën atë që dëshiron vetë në këtë kohë. Po, tani që ke hapësirë dhe ti ke pavarësi kam kohën, po, çdo njeri ka kohën të zgjedhë, ka të drejtën të zgjedhë të bëj atë që duhet. Që do të bëj, jo që duhet të bëj, që dëshiron ta bëj. Po kur jenë punë dhe ke shumë angazhime, nuk të ngel dhe shumë kohë për të bërë gjërat që ti dëshiron. Ndërsa unë tani e kam kohën 100% të bëj biznes, 100% të bëj ecjet e mia në natyrë apo të bëj aktivitetet e mia të përditshme. Dhe të lexoj pastaj. Ajo që më ka intriguar më shumë është Nesim Haramein, që quhet sot edhe Einsteini i ditëve të sotme, edhe me këtë do ta nis, sepse kjo është shumë pak e dëgjuar në Shqipëri, po pak nga miqtë e mia apo shoqet e mia e dinë sepse unë bëj biseda të tilla, pavarësisht sepse edhe i tërheqet dhe si tërheqet, duket fizika si shkencë kështu abstrakte, po ajo kaq konkrete dhe kaq unë dashuroj fizikën për vete. Edhe unë. E dashuroj. Tani ky Nasim Armani si e shpjegon ky tani? Po, do ma dërgosh foto, sepse do ta hedh në story, do ta ma dërgosh librin e foto kur të mbarosh, se do ta hedh në story. Unë i lexoj dhe e dëgjoj online atë njeri. Okej. Tani diçka interesante që është kjo, sepse Nasim Haramein ka hapur dhe një fondacion vet, ka një grup të rinj shkencëtarësh francez, amerikan, anglez, edhe vetësh në krye. Ai po kërkon që të prodhoj energjinë nga të gjitha fushat, nga fusha gravitacionale, nga vrimat e zeza që janë yjet, supernova që fiken, dhe duhet të dini që një lug lënd nga supernova rëndon sa gjithë toka jonë. E këto janë të jashtëzakonshme dhe nëse ai arrin si ekuacion matematik dhe fizik, ai e ka arritur, bile ka hapur një fondacion që të mbledhë të ardhura edhe fonde që ta vërtetoj këtë, të prodhoj energji nga të gjitha këto, të grumbulloj të gjitha në një. Pra, nëse ne marrim,
Valët e Maxwellit, se po bëj një çik edhe teori fizike, se nuk kuptohet. Valët e Maxwellit, nëse marrim fushën gravitacionale, fushën e gravitetit e dim të gjithë sepse na tërheq toka dhe e dim. Po, çdo gjë që kemi në dorë, nëse e lëshojmë në tokë. Po bie poshtë, molla e Newtonit e famshme molla e Newtonit. Po edhe të gjithë llojet e energjive të tjera që janë, pra hapësira është e gjitha duke u zgjeruar është një cikël që rrotullohet dhe zgjerohet si një tullumbace e madhe që vazhdon dhe është në pafundësi. Pjesën së cilës jemi dhe ne si trup. Ai tani po kërkon të grumbullojë gjithë të energji, të krijojë, po themi po ja fuskotun për ta moderuar një central të tillë energjie ku ne të mos harxojmë, mos i bëjmë më qafë tokës për naftë, mos i bëjmë më qafë tokës për qymyre, mos i bëjmë qafë tokës për energji dhe për ta shkatërruar gjithë planetin që mezi e kemi. Është një dhuratë që duhet ta mbajmë të gjithë. Dhe nëse kjo do realizohet, kjo është fantastike dhe zbulimi më i madh që do ketë. Edhe kjo unë shpresoj se do jetë shpejt, unë do ta arrij për vetë, se unë e di që do jetoj shumë gjatë. Edhe këtë gjë do ta arrijmë se s'bëm. Gjithse kush nga ne mund ta ndërtojë një pajisje të tillë në mendjen e vet për të udhëtuar në hapësirë. Për shembull, jam lodhur me tokën, dua të shkëputem nga toka për të hyrë në temë, që është kjo fusha kuantike. U lodha me tokën. Dua të shkoj në hënë. Nuk më ndalon dot as Ina, as të gjitha që janë këtu dhe as kush. As qeveria, as partia. Njeriu bën, dua të them që njeriu bën çfarë të dojë me mendjen e vet. Dhe si mund të shkëputem? Bën çfarë të dojë me fushën kuantike e cila është për të gjithë. Tani çfarë është fusha kuantike? Çfarë është fusha gravitacionale, fusha elektrike, fusha elektromagnetike e tjera e tjera. Atëherë gjithë materia, po i bie shkurt, e gjithë materia është në trajtën e lëndës, në trajtën e fushës dhe në trajtën e marrëdhënieve historiko-shoqërore që jemi ne njerëzit. Po ne këtë gjë kjo në fakt është dhe te librat e shkollës, por njerëzit nuk e konceptojnë dot, se nuk qëndrojnë aty, nuk kanë kohë të mendojnë. Janë komplet të shkëputur. Janë si një fyll që janë bosh. E kupton? Tani, fushën e gravitetit, siç e the dhe ti, e shohim, e ndjejmë se na tërheq toka. Fushën elektrike nuk duket fushë elektrike, por nëse ne marrim një krahër dhe krejmë flokët, i tërheq, aty kemi fushë elektrike. Ose një copë letër, është ai eksperimenti. Edhe fushën elektromagnetike e kemi, nuk e shohim me sy, po mund ta realizojmë. Tani, trupi i njeriu a ka fushë elektromagnetike? Patjetër që ka. Dhe në fund të live-it mund të bëjmë eksperiment. Do bëjmë të gjitha njerëzit që kemi të ftuar këtu, unë do bëj një ushtrim fare të thjesht me duar, se si ata të ndjejnë midis duarve të tyre, të ndjejnë fushën elektromagnetike të zemrës, e cila është 40.000 herë më e fuqishme se sa fusha elektromagnetike e trurit. Dhe nëse arrin këtë gjë, është një mrekulli, domethënë që ne edhe pse jemi ti në Australi, unë jam në Berat, tjetri është në Amerikë, ku di unë, qytete në vende të ndryshme të globit, ne arrim të hyjmë në këtë fushë kuantike. Atëherë si do ta mendojmë çfarë është kjo fusha kuantike? Që e dëgjojmë. Shpesh ta thonë shtor. Atëherë do ta si e mendonte Einstein? Einstein në eksperimentin e vet e ka bërë të tillë dhe ka hedhur, është dhe e publikuar kjo dhe në internet, sikur të marrësh një çerçaf të tendosur, ta imagjinosh me rrjeta, si kjo këmisha ime këtu, jo më kote kanë veshur mbase unë, këto rrjetat siç janë këtu, po të hedhësh një sferë, ajo do rrotullohet si vorbulluje derisa të vënë qendër. Ajo është fusha kuantike. E përfshirë, ajo i përfshin të gjitha fushat e tjera, edhe fushën gravitacionale, edhe fushën elektrike dhe elektromagnetike. Pra është një rrjet i tërë që përmban jo vetëm tokën, se toka është një pikë ujë në univers. Është shumë e vogël, as nuk bëhet fjalë, ne na duket shumë e madhe, por shumë e vogël. Edhe nuk kam hall se do ta harroj, dua të them. Dje pash një eksperiment që NASA kishte nisur një rover të vogël në hënë. Edhe nga ajo dukej toka, në mos ishte një mrekullia vet.
nuk po më zinte gjumi nga mrekulli, aq e bukur ishte. Toka nga të shihej nga hëna sepse shumë afër. Po. E kupton? Sepse, shiko, relativisht, pse themi në teoria e relativitetit, relativisht hëna e ka masën shumë të vogël se sa toka. Dhe nga toka hëna duket e vogël, anasjelltas nëse ne do jemi banor të hënës, që shpresojmë shumë shpejt ai Nasim Haramein të na bëj të mundet na presi biletat na çojë në hënën në Mars ku duam ne. Dhe ta shohësh atje sepse ajo është toka shumë e madhe, është gati 10 fish më e madhe se sa hëna dhe duket shumë e bukur, shumë e madhe. Kjo është. Atëre shumë mentori dëgjoj dhe thonë që jemi një, jemi kështu, jemi zgjatimi njëra tjetrës. Për çfarë është? Ne jemi lëndë. Të përbërë nga molekula, është grinca më e vogël që e ruan vetin e lëndës, po kjo molekulë është e përbërë nga atomet. Dhe ju desh Einsteini 2000 vjet që ta hidhte poshtë teorinë e vjetër të Greqisë së vjetër ose të autorëve të vjetër, që lënda nuk ndahet. Lënda ndahet në atome dhe atomi ndahet vetë, ka në qendër bërthamën dhe elektronit që vërtiten. Po të shikosh modelin e, po themi një model fare të thjesht, ku imitohet natyra. Në qendër është dielli, sistemi yndjellor, në qendër është dielli, rreth e qark diellit vijnë gjithë planetet e me gjithë hënat e planetëve. Po kështu, edhe trupi i njeriut, celulari që kam përpara, një libër, një fletore, një pemë, një bimë, një kafsh, janë të gjithë janë të përbërë prej atomesh, prej grimcash, prej elektronesh, prej mikrogrimcash akoma më të vogla, dhe secila nga ato krijon një fushë rreth e qark saj. Dhe këto grimca janë kaq të vogla, janë të afruara, por ne jemi në 3D dhe shohim njëri tjetrin, e prekim. Nuk kemi aftësi të shohi syri ynë, të shohi me sy të lirë, ne me sy të lirë mezi shohim shumë pak. Por ajo që është në gjithësi është shumë e madhe, shumë e pa konceptueshme për mendjen tonë. Ajo që duhet bëjmë ne duhet të stërvitim mendjen tonë. Që ka për te, ka më shumë për te. Nuk është kaq. Mund të hyjmë deri në mikro dhe në makro. Makro është e gjithësia. E gjithë fusha kuantike në cilin e ecim, e zgjerohemi dhe ecim. Pra kjo është pjesë energjie e lidhur, prandaj themi ne që jemi të gjithë një. Në fushën kuantike jemi një. Po pra, fusha kuantike, të dyja ne apo komunikojmë me njëra tjetrën. Po kjo është, a mund ta bënim këtë në vitet 2000-2005, nuk e bënim dot. Edhe pse ishte Facebook e që ishin këto vetëm, mund të komunikoni me zë, po me figurë, dhe na duket çudi. Ashtu do na duket çudi kur Nasim Haramein të prodhoj energjinë e vet, shpresojmë që të gjithë shoqëria njerëzore ta mbështesi, sepse akoma nuk e mbështesin për arsye të ndryshme. Ka arsye sa të duash. Nëse hymi çik në biologji, se biologjia me fizikën dhe me kimin nuk kanë të ndarë, janë shkencat natyrore. Pra s'mund të flas për fizikë nëse nuk njoh kimin. Kështu që po të marrësh qelizën, qeliza e ka gjithë informacionet brenda. Ne çfarë jemi? Ne jemi një qelizë e stërmadhuar. Qeliza ka habitatin e vet ku jeton brenda gjakut. Kjo qelizë nëse dëgjon fjalë, për shembull trupi im ose një gotë ujë, nëse dëgjon mesazhe, emocione negative, e tërheq këtë emocion, e mban aty, e regjistron. Jemi në fushë kuantike, edhe uji është në fushë kuantike, edhe qeliza është në fushë kuantike. Gjithçka, çfarë i themi ne, informacioni nuk ruhet vetëm në trupin e njeriut, por ruhet edhe në fushën kuantike rreth e qartë ku ne jemi, sepse truri i njeriut është i kufizuar, është një materie që ne shohim, është ajo dhe ja dim shumë mirë formën, që është diku kaq, për shembull, i vogël, truri i njeriut. Dhe gjithë ky informacion që ne po shkëmbejmë njëra tjetrën, që dëgjojmë, që janë nëpër libra e kudo që janë, që e merr trupi, nuk qëndron i gjithë në tru. Kjo është e bukur. Ajo qëndron në fushë kuantike. Jo, qëndron rreth e qartë nesh. Brenda ajrës tonë. Po, përthitet nga trupi. Lëkura është organi numër 1 që është më i madhi që ne përthithim gjatë gjithë kohës informacionin. Po pra, i marrim informacionin, nga i marrim, nga përcillen. Ja pra kjo fusha kuantike është që i përcjell. Nëse mikroprocesori i trurit nuk është dhe aq i aftë
të mbaj mend me miliona, me miliarda gigabajt njohuri ose po themi në mesazhe, nuk i mban dot. Ku qëndrojnë? Qëndrojnë fushë kuantike. Po. Atëherë si duhet të jemi ne që të mbajmë mend mesazhe më shumë, edhe si duhet t'i procesojmë mesazhet tona ose si quhet në gjuhën e informatikës, t'i zipojmë, t'i ngjeshim. Ti mundem, po. Për shembull, një folder ka disa fajle, kupton? Kjo është. Si ta bëjmë pra? Si i njëjti gjë është dhe truri. Truri i njeriut është një kompjuter. Kompjuteri është modeli i trurit të njeriut. Është një tru në miniaturë. Në miniaturë, por nuk e arrin dot kurrë. Nuk arrin dot kurrë trurin e një. Sado që t'je super kompjuter të ketë, prap nuk e arrin. Megjithatë se më kujtua superkompjuteri. Ditët e sotme ka të paktën jo më shumë se 1 vit apo 2 vite, po krijohen superkompjuterat inteligjent me fushë kuantike, jo me harddiskje. Jo me software. Jo me software, me hardware, më se të thash, janë me fushë kuantike në rrjetin kuantik të tyre, dhe teoria bazë e kësaj është probabiliteti, dhe jo 0-1 që është një bit. Një bit është e barabartë me 1 0 dhe 1 1. Po ose jo. Po, e kuptoj. Ky është informacioni një bit, njësia bazë, ndërsa superkompjuterat me fushë kuantike kanë të bëjnë me përzgjedhje me probabilitet, dhe ata janë të jashtëzakonshëm. Ky është prodhimi i fundit fare, sepse mua më pëlqen të u lumtoj dhe duhet të arrish ta ndjesh këtë gjë. Se po nuk e ndjen, nuk e gjë. Unë e ndjej, kam shumë qejf këto tema. Kjo është tema ime e preferuar, po të them, nuk është zhvillimi personal më shumë se sa është kjo që po flasim në këto momente. Zhvillimi personal i ka bërë të thjeshtëzuar që ta sillte njerëzit në përditshmëri që të tërhiqen, sepse realiteti është fizik. Fizika është baza e çdo gjëje. Tani, Meri, për shembull, ti fole për këtë gjë. Tani ne kemi një limit të caktuar në trurin tonë, dhe ti e di shumë mirë që ne nuk e përdorim të gjithë trurin. Nuk e përdorim gjithë telefonin. Ne përdorim vetëm ato gjërat e përditshme. Sa gjëra ka që nuk i përdorim telefon, është njësoj si truri jon. Tani, sa përqindje të trurit ti mendon se ne përdorim? Sa përqindje të trurit? Edhe Einstein, sa përqindje të trurit ishte i vetmi që një nga të vetmi, se do ketë në të ardhmen shumë të tjerë që do përdorin më shumë hapësirë të trurit. Sa përqindje të trurit përdorim? Atë po them diçka tani. Nga dallon 1% nga 99%. Nëse marrim 1% njerëzit që janë, po themi CEO dhe njerëzit e kamër dhe gjithë botës, ata përdorin gati 90, më shumë se 90% të trurit. Ndërsa ne njerëzit e zakonshëm, ne përdorim jo më shumë se 5%, dhe 95% është nënvedia, është subkonscienta. Jemi duke u komanduar konscienca, subkonscienca. Dhe ky 5% që, di çfarë është ky 5% që? Është për ditëshmëria që bëjmë ne, veprimet, bisedat, kjo ajo, diçka diçka jetësore që bëjmë ne, kjo është. Ndërsa subkonscienca është krijuar që nga lashtësia, nëpërmjet gjeneve që kemi, që nga lashtësia, për shembull, unë jam, sepse kam lexuar edhe po studioj, edhe manualin njerëzor, apo kodin gjenetik timin, se jam shumë e interesuar, vlla, kush jam unë, për çka kam marrë këtë dynja? Çfarë do bëj përveç mësimit fizikës? Çfarë do të bëj? Pse jam ky njeri që jam? Pse kam këto tipare? E vërtet. Edhe, do me thënë, dua të them që të gjitha informacionet janë të trashëguara nga breza, jo 5.000 vjet, po dhe 14 milion vjet, që kur është krijuar njerëzimi e këtej, se kemi shumë... Që nga periudha e Atlantës, e ke parasysh atë... Ka qenë vite... Po e zëm aty. Po e zëm aty. Po e zëm 14 milion, po dhe 14 milion janë shumë pak. Se unë për veten time kam një koncept tjetër me kohën. Ashtu e kam konceptin, ashtu e kam krijuar, sidomos sa më shumë kaloj, që njoh veten, njoh shoqërinë, njoh mjediset, njoh ku di unë se ç'a njoh, që edhe vetë nuk i kam limituar akoma, sepse ca i njoh, i mbaj, disa tjera ta ke fshi, se po s'fshive, nuk hapet vend te ky hard disk që të mbaj mend.
Po, Meri, tani do na mësosh dhe për këtë pjesën e fshirjes që edhe të tjerët ta mësojnë, do më vonë, para se ta mbyllim. Por unë dua që tani të dim për pjesën e fizikës kuantike. Si ta përdorim fizikën kuantike në favorin ton. Domethënë në favorin ton, sepse ne jemi një grimt shumë e vogël, por është puna që të hapim mendjen ton, që ta përdorim në favorin ton, në mënyrë praktike. Si mund të marrësh një shembull konkret? Po. Atëherë unë më mirë se trupi im nuk ka ky shembull. Shembull jam vetë, unë edhe pastaj edhe ata që më njohin edhe që kanë hyrë në live, disa mund të jenë edhe miqtë e mi që të më njohin. Tani, njeriu ruan një ekuilibër të trupit vet. Balans. Ruan balancën e trupit, domethënë të gjithë 7 çakrat, të lidhura deri sipër. Po. Deri në pjesën sipër që çakra e 8 ose lidhja me hapësirën. Aty ku i ka receptorët dhe i merr sinjalet. Po. Kur unë dua të ngjitem, jemi takuar edhe një ditë lart e guvat lart. Berati ka një kalan, se siç e dini, dhe pjesa më e vështirë për të ngjitur është nga fundi të ngjitesh të kacaviresh në një rrugë malore, aty janë disa guva ku jetonin murgjit përpara 2000-3000 vjetësh. Janë ato guva të rinj shkretët aty, punë e tyre. Dhe për ta bërë atë rrugën në Berat, për ta bërë atë rrugën nga aty deri sipër, ajo mund të jetë rreth 2 kilometra dhe gjysmë 3, po ajo për nga vështirësia është si për 5-6 kilometra. Dhe tani unë kur ngjitem atje, kur iki rrugës për shembull, edhe kur iki rrugës, i fus kufjen vesh edhe dëgjoj një lloj muzike, dhe muzika është frekuencë gjitha, edhe bën që ti peshën e trupit të mos e ndjesh. Si ta arri unë, ta kap këtë, ja, këtë librin, Lezanesh, libër frëngjisht. Si ta marr këtë librin, edhe të më duket mua ky me sa më pak pesh. Do të ngjitem bashkë me të. Do të ngjitem bashkë me të, bashkë me librin. Po. Duke ecur, duke pasur dhe duke e drejtuar ekuilibrin e qendrave të mia, ngjitem dhe eci pas një lloj lodhje dhe sa më shumë lart të ngjitesh, aq më të mëdha janë dhe frekuencat. Aq më shumë energjia rritet, nuk zvoglohet. Por, duke menduar që kush është energjia? Energjia e lëvizjes, po themi në atë rast, dhe energjia e lartësisë. Është quhet energji kinetike e lëvizjes dhe energjia e lartësisë. Rezistenca që kemi, sepse është një formë rezistence që nuk na lejon të shkojmë, më thënë, në malore. Ngjitesh në malore, po. Po, ngjitesh në malore. Po, për të gjetur këtë, kjo puna e malorës, ose kur je duke larë në për shembull tek lavamani në shtëpi, është një pikë aty te qendra e kurrizit që ti lodhesh, por trupi, pse themi ne që jemi në fushë kuantike, ti mund ta lëkundësh këtë trupin sa të duash, por ruaj balancën, ruaj qendrën, që të mos biri pesha aty, shpërndaje këtë peshë të trupit. Edhe ngjitu sa më shumë. Sa më lart të ngjitesh, aq më shumë shpërndahet pesha e trupit tënd. Bëhet ekuilibër edhe ngjitet lart. Shpërndahet forca e rëndesës së trupit. E para, dhe kjo është ana fizike, po është më shumë në mendje. Merre me qef këtë punë që do bësh, ngjitur lart, do vesh aty. Këtë punë që e ke përpara. Si do ta bësh? Po ju tregoj edhe një sekret tjetër. Unë punoj në pastrim kimik. Kam pasur edhe një punëtore e cila unë kur e shikoja që punonte, për shembull tani është vapte kurosësh në temperaturë 200 sa gradë ka ajo dhe temperaturat janë shumë të larta, atëherë si ka mundësi vëlla që unë nuk e ndjej. Çka kam bërë unë në trupin tim? Kam ndërtuar barometra dhe manometra, të cilat ma ulin dhe ma ngrejnë temperaturën siç dua unë. Është këtu barometri. Është në trup, është në shpirt, është në mendje. Ti kur e merr punën dhe thua do bëj kaq njësi pune. Dhe ti kur atë e bën, mbaroj, ka shpejt mbaroj, po mbaron. Mbaron sepse ke këtu, ke krijuar një lloj barometri, shtypjet i gjakut të trupit. E gjithë fizika është e përfshirë në trupin e njeriut, që nga presioni i gjakut, shpejtësia, qeliza, forcat, të gjitha klavikulat, lidhjet, tubat ku lëviz gjaku, ente gjakut, muskujt, të cilët janë litarët e anijes që tërheq. Po, e kuptoj. E gjitha lënda e fizikës po ta marrësh nga fillimi deri në fund. Për shembull, marrim optikën, kemi sy që shohim. Marrim hidrostatikën, kemi gjithë lëngun, limfën dhe gjakun, e gjithë trupi i njeriu, presioni i gjakut 12 me 8, ai ndryshimi. E në komunikuese,
në rast se njeriu nuk do kishte en komunikuese, për shembull gojën, syt, veshët, edhe më fal, po edhe aty ku bën jashitjen që mos jetë një trup i ekuilibruar, ti je i mbaruar si njeri vdes, plas. Vërtet është, sepse jashitja është shumë e domosdoshme kur kam bërë operacion që kam Është pastrim. Është pastrim. Është pastrim. Çdo njeri është em komunikuese ina, është em komunikuese. Është nga një anë hyn, nga një anë tjetër del. Po, ndonjëherë do marr një 5-6 eksperimente për t'i treguar, se do flasim pak edhe për fëmijët kuantik sot, besoj. Nuk e di do na premtoj koha apo jo. Një pyetje te kjo pjesë që jemi tani. Në qoftë se unë të marr për Artila është live, po e marr si emër Artilën, se u fut tani live që po shkruan koment. Edhe thot Artila tani shkon në një punë që nuk i pëlqen. Si të krijoj këtë parametër tua ti, që ta krijoj me mendjen. Një shembull praktik, çfarë të bëj ajo? Ajo shkon sepse i duhen lek. Nuk shkon atje se i pëlqen fare, nuk i pëlqen fare ajo puna. Çfarë të bëj ajo? Në këtë rast, ajo është jashtë balance. Kur nuk i pëlqen, ajo krijon rezistencë. Ajo është jashtë balance dhe ajo nuk ka gjetur veten, ajo kot shkon atje. Po ajo në mënyrën, me urgjen, ajo ka dy rrugë. Dy rrugë ajo. O ta lëri punën fare, po pa lënë atë punë të krijoj diçka të re. Ose ta dashuroj atë punën. Po si si krijon parametrat në mendje ajo që ta ndryshoj, sepse kjo puna, për shembull, kjo është puna. E urren, ajo mëngjes zgjohet me inat, shkon në punë, tani çfarë konkretisht. Në qoftë se ti ja thua vetes, gjatë gjithë kohës që kjo punë për mua nuk bën, dhe ajo ka një arsye që e thot, se nuk e thot kot. Po. Shumë njerëz mbarojnë një shkollë dhe nuk e bëjnë atë punë tek ajo shkollë që vjen, por gjejnë diçka tjetër. Sot mundësitë janë të pafundme. Në rast se ajo është e bindur se ajo punë nuk është për atë, i garantoj unë që në një kurs fare të vogël me 6 javë, siç do e bëj Lali jo tani, të fitoj para deri në 5.000 euro në muaj vëlla. Do ta lë punën që kam. Më vjen shumë keq se dua shumë atë biznes, se e ka ngritur është viti i 13. Po në vitin e 13 njeriu duhet të ndryshojë. Nuk do të rri në të njëjtin vend. Të gjejmë punë ka sa duash. Po fiks, po tani ti ka të truri jo, po ti tani unë po flas për Artilën ose po flas për Gresën. Gresa Maxhuni ka për Artilën po flas. Unë për Artilën po flas. Ajo të dalë përpara shkaqyrës që thot, Artila, të pëlqen kjo punë më tërë jo. Ke mundësi për vend tjetër, kërko, hap syt. Ina po të vjen praq. Që portat e universit në këtë kohë janë të hapura pafund. Kur unë 66 vjeç do filloj studime të reja për ChatGPT-n, për inteligjencë artificiale, dhe do komunikojmë dhe unë jam me gjitha në tani po flas, po mendjen atje e kam. Nëse nuk e kam mendjen, kam jo subkonsciencën, por një diçka tjetër, suprakoshjenca. Njeriu do të kaloj në val gama, po pra. Kemi tre, kemi koshjencë, subkonsciencë dhe superkonsciencë, është e treta. Po, superkonsciencë është kur ti del përpara pasqyrës ose je në qetësi plot të ëndën, minimumi 5 apo 10 minuta do t'i bëj njeriu në ditë, do ta gjej aq kohë për veten. Ti mendon që ata bëjnë scroll gjithë ditën e ditës edhe s'kan kohë janë të lodhur, me kanë të shtypur trurin. E vërtet. Ajo Artila të marri numrin tim të telefonit, të flasi me mua, të busën në një vend, edhe do më falenderoj pafund, se nuk ka njeri të mos i bëj, të mos mësoj në kohën e sot, Ina e kupton që janë gjitha portat hapura, lekët janë komplet sheshit, për njerëzit çuditë kur them kështu. Mu janë aty. E di pse Meri. Ban frikë, thjesht i ban frika. Është bllokuar, është bërë një programim i trurit që nuk është bërë për të gjetur atë pikën krijuese që thua ti, që ti jetë për shembull, kjo faqja që un kam hapur, kjo është krijimi im. Domethënë është diçka ime që unë e dashuroj. Kjo më çon në valët gama, ajo që theksove ti, valët gama. Dhe do flas për valët gama. Por tani, disa njerëz e kanë mendsinë që nuk ka mjaftueshëm. Janë në mungesë gjatë gjithë kohës dhe tani ata mund të vinë te faqja ime të më thonë gjatë gjithë kohës mua, për shembull po them për Inën, thonë që
ti nuk mundesh, Ina ti nuk, këto fjalë që i thua i ke gabim, nuk ka ardhur askush deri në këtë moment, po edhe nëse ka ardhur është larguar pa më thënë asgjë. Por është ideja, nëse ai më vjen, unë nuk i marr parasysh. Por nëse unë shkoj te Artila ose tek Gresa, ose te një student që sa ka mbaruar shkollën, që nuk është i sigurt se çfarë ka bërë, tani kur unë shkoj aty, ajo do t'i marri parasysh. Domethënë, si mundet një person i ri që sa ka mbaruar shkollën mos t'i marri parasysh këto gjëra? Që janë që ti nuk mundesh, bë këtë punën se kjo të duhet, edhe pse e urren këtë punën nuk ka rëndësi. Domethënë këtu, domethënë si ta ndryshojmë këtë mendsinë me një klik të vogël, me një fjalë, se me një fjalë ndryshohet gjithçka sot. Shiko, me një fjalë vetme, një fjalë vetme është një frekuencë. Është muzika që t'ia hape Aurela Gaçes. Thjesht ta dëgjoj atë 10 minuta, një çerek orë rresht. Dhe t'ja thot vetes, mëngjes drejt dark ti mundesh, po mos ja thot me hile. Mos ja thot me hile, t'jetë në koshiencë të plot, në suprakoshiencë, jo me hile. Teksoje, çfarë do të thot me hile? Me hile është me ja bë hile vetes, mos ta duash veten. Do me thënë me hile? Ku e provoj ajo se s'mundet? Ku e provoj? Të më thot mua një argument që ajo e provoj se nuk mundet ta bëj. E di pse me hile, çfarë do thot Meris, ta shpjegoj pak unë më qartë për juve që na shikoni, do të thotë që ti e bën atë gjë sepse do një punë të re. Kjo është hile. Ti e bën, e vendos kufjet në vesh, që është kënga e Aurelas, po e marr një këngë. Nëse nuk di anglisht, fillon me këngët shqip, ka plot këngë. Albas Skëndera ka shumë këngë që të fut në valë të larta, ose këngëtar që kanë një tekst që të inkurajon, jo një tekst që të ul në frekuencë të ulët. Çfarë do të thotë? Kur ti vendos atë kufje, ti vendos që të dëgjosh këngën e Albanit ose këngën e Aurelës, jo për të ndryshuar punën. Kur e bën disa herë këtë gjë, atëherë ti e përthen në frekuencë. Dhe do vi momenti që do thua çfarë më mëson kjo puna. Jo pse e urrej këtë punën. Dhe kur ti e hapur, ti lidhesh me fizikën kuantike ose me fushën kuantike. Kur thua çfarë më mëson, ti futesh në frekuencë të lartë, njësoj si fëmia. Apo jo, Meri? Fëmia është nuk është në mungesë, nuk është në luftë. Kur je në luftë ti e bllokuar. Kur je në kuriozitet, çfarë do më mësoj ky lart që jam në këtë momente me Inën e me Merin? Atëherë truri jot është hap një dritare të re që se ke pasur përpara. Kjo është ajo që mos ta bësh me hile. Nuk kam nevojë për një dritare, Mojina, e kupton që janë jo se jam unë në Beradhe, janë 1001 dritare. Po gjithë universi është një dritare jashtëzakonshme e madhe sa unë habitem, ku i kanë syt këta njerëz. Aq shumë është ngushtuar fokusi, Aterina, po flas për si me gjuhën e fizikës. Kemi dy lloj sysh, syri i brendshëm dhe syri i jashtëm. Syri i jashtëm ka dy shikime. Për shembull, nëse vete në anë të detit, gjëja e parë që bëj unë, fokusohem shumë thellë derisa mund të arrit ta shoh dot Italin apo jo. Ky është shikimi në fokus ose konvergjent, po e flas me shkencë fizike. Ndërsa ai shikimi tjetër, dhe ky është shumë pak. Shikimi tjetër është ti tendosësh anët e syve, këta të dy, anës të shikosh maksimalisht sa e madhe është ajo sfera, ai koni, ose këndi, këndi shikimi, është jashtëzakonshëm. Por e njeriu i hap sytë e mendjes, i ke portat të gjitha të hapura. E gjithë kjo do të bëj ty që ai syri i tretë që është këtu në mes, bore bëni gishtin kështu, ja kaq. Bajni këtu e. Gishtin. Kaq e. Kështu e vere këtu si. Direkt është ngacmim i syrit të tretë asaj. Ngacmohet amigdala direkt ja këtu, lidhet me pjesën mbrapa. Lulja e atë boçën e vogël të pishës. Sepse është një gjë tjetër, nëse nuk e di ku është syri i tretë, në shqip quhet lulja e ballit. Lulja e ballit është ky syri i tretë. Po tamam. Dhe njeriu dhe mos nga jugu e themi, shiko se unë e marr lulet ballit. Pse e thot ai? Sepse ka forcë, ka kurajo, ka guxim për të luftuar për të parë. Atëherë duke zgjeruar fokusin atë këndin këtu, sa më shumë, atëherë, ore, dale se ka më shumë, ka më tutje. Le që ka shumë më shumë mirë, po themi dhe kaq. Dhe kaq. Mos të kenë frikë se unë nuk dua të jem motivuese. Unë dua të jem thjesht të shpjegoj si nxënësi, si fëmia, të flasim çik më vonë, si të arri ose kjo vajza që s'ka mundësi. Po sot nëse për shembull, nga një anë, Ina, me 99% unë u jap të drejtë. Po edhe unë. Sepse kanë vajtur 24, 25 vjeç,
Kam bërë një profesion, kam bërë një shkollë që nuk është shkollë, që është një tmerr i vërtet. Universitetet shqiptare janë ti i këntruri, unë prandaj fëmijët e mi kam nisur që në 2006 në Gjermani, edhe atje i kam të dy. I kam një mrekulli, po nuk e lë Shqipërinë sepse e dua shumë. Jo se s'dua Gjermaninë, edhe Gjermaninë e dua. E gjithë toka është atë dhe ujim se vras mendje. Ku do që të jem, po të vinë Australi është atë dhe ujim se jam aty në atë moment. Njeriu do të jetë në atë moment ku është. Ne jemi krijues me ina, po krijojmë, ja unë tani me ty po flas. Jam në fushë kuantike, po krijojmë të dyja një bisedë, e cila në mos nuk ruhet këtu se jo të gjitha fjalë do i mbaj mend se çka kam thënë. Nuk i mbaj mend. Po i mban zemra, i mban fusha kuantike, mos keni merak, të gjitha informacionet aty janë. Sidomos kompjuterat që janë superkompjutera, inteligjent me fushë kuantike, pa hard disk, pa gjë, janë të mrekullueshëm. E tani që po flas me ty, do hap laptopin dhe do i shikoj atje. Se si funksionojnë, se si bëjnë, sepse njeriu duhet të ketë uri për një uri, për dijen, për të provuar, po. Të ketë etje. Për të eksperimentuar. Për të eksperimentuar. Tani njerëzit thonë që Ina nuk e di ku jam. Okej, pi ujë. Unë kur i them unë pi ujë, ato e marrin për të gjeshur. Fillo të eksplorosh të pish ujë sepse duhet pastruar trupi. Nganjëherë ne shkëputemi. Po të them dhe këtë gjë tani. Po marrin fjalën pi ujë. Si e pim ujin ne? Në rast se unë e marr të filxhanin me ujë, gjithmonë e more filxhanin me ujë. Ore, thuaj vetes të bëft mirë. Thuaj dy gjëra pozitive këtij filxhanit me ujë. Ja pas kam dhe bicikletën këtu. Thuaj. Po. Fiks. Edhe ai do t'i dëgjoj frekuencat e mira dhe ti kur e pi ujin, mos e pi ujin si i mbaruar nga jeta, si s'ke par ujë me sy, po pije nga dal atë ujë, të rrjedhë, të njohë, të ndjesh në trup, në shpirt, në frekuencë, ta shndrosh në frekuencë, në fushë kuantike të rrjedhën e ujit kaloj te fyti, poshtë e stomaku dhe të përhapet dhe këtej. Dhe ujin mos e pini asnjëherë këm uluni, bëni me kur thonë edhe me bismillah, se nuk jam fetare, që unë besoj në fushë kuantike dhe te urtësia hyjnore, nuk besoj në fe të veçantë. Por ama, ulu pjesë i njeri sepse të rëndon në stomak krijohet një presion te fshikja e urinës. Po, e vërtetë. Sidomos në zemrën, krijohet një presion dhe nuk të shijon tamam, le që pin ujin çukot pa vedije. Nuk pihet as nuk bëhet asnjë gjë pa vedije. As nuk hahet. Frymë kur e merr. Po. Edhe frymë kur e merr. E di pse Meri, sepse është diçka, sepse unë i kam jetuar të dyja, edhe ti ke jetuar edhe kohën pa internet, edhe pa kohën me internet, kemi përjetuar të gjitha këto. Edhe gjë shumë e mirë. Klasa ime e parë, dhe klasa e dytë ne nuk ishim dritë elektrike, kemi pasur kështu me lampa, me vajguri, me kandila. Po. E mendon ti çka kam arritur unë, dhe po të vinte ora 4 mbasdite erësoj dhe ne mblidheshim te zjarri, na bënte babai zjarr të madh, na ka arritur me shumë dashuri. Atje piqnim gjera, patatet pjekura, piqnim qa kishim. E mitonim shumë të lumtur e të gëzuar, burrë, çfarë është kjo kështu? Sepse është diçka, Meri. E di se çfarë ndodh në këtë moment unë mendoj, sepse thotë edhe një krasniqi, thotë hile tek ne në kosovarët ose në Kosovë, se nuk dua ta them si kosovarët, se është pak do të thotë të hysh në hak dikujt. Domethënë, është ja, në krasniqi, nuk e di si e ke emrin tamam se kish mbi emri, është nga Uniku, por do ta shpjegoj këtë. Kur i hyn në hak vetes tënde, domethënë ne i hym në hak vetes tënde. Ja bëjmë nuk do veten. Po, çfarë do të thotë manipulim? Që ti japësh diçka që nuk është falso. Çfarë do të thotë kjo? Vëmendje falso vetëm për të arritur diku. Njerëzit thonë, nuk funksionojnë afirmimet, por nuk funksionon afirmimet, sepse ti e bën atë afirmimin që të dalësh nga ajo vështirësia, nuk e bën që ta shijosh procesin. Ti e bën sepse do të ndihesh mirë, ose do të e ke parasysh, Meri, nuk është për këtë arsye, duhet të jesh e etur për drejtësi të vërtet me veten tënde. E etur. Kishe vërtet me veten, mos ja bë me hile veten. Po. Sepse vetja nuk e pranon zemra. Zemra ka frekuencë të jashtëzakonshme ta kundërshton. Po. Dhe duke gënjur veten, po gënjë me veten, shpyet për të tjerë pastaj. Ne të flasim pak për zemrën tani. Zemra është fronti i shpirtit. Tani ti the që ka një frekuencë shumë të lartë në krahasim me trurin. Truri ka frekuencë, ka magnet, por tani për zemrën, çfarë mund të më thuash pak për këtë pjesë, Meri? Po. Zemra është një nga mekanizmat
për mua, nëse po e shkëput nga bota e trupit, po e shkëput si biologji, po e vë si funksion fizik. Ka ato barkushet, ka valvolat, ka hyrjen, daljen, kalon oksigjeni i pastër, oksigjeni i pist kalon dhe pastrohet, pastaj dhe kalon në gjakë dhe pastrohet, filtrohet, kthehet në mushkëri dhe kalon në çdo qelizë të trupit, gjaku nëpërmjet pompës. Pra është pompa. Në qoftë se nuk ka drita, ngjitet ujë kat pestë, s'ka drita, s'ka pompë. Edhe zemra është pompa e trupit. Ajo që te i çon gjithçka është në qendër të trupit, këtu te gjoksi, edhe shpërndan me të gjitha enët e saj. Ja, unë i quaj ena të damarët, kodet. Ose po i marrë dhe si kode gjenetik, po t'i marrim dhe kështu. Janë 6 kode, 6 si themin e tuba, po e them, ose damar, ose që kalojnë në gjithë trupin e njeriut. Si degët e pemës. Po si degët e pemës, po e ma se s'po më vjen fjala tani, edhe zemra i pompon këto. Po që të kryej punë zemra, po e marrë si që të kryej punë, puna është forca e zhvendosje, puna është forca që ka zemra, pompa, zhvendosje e gjakut, dhe aty krijohet ndryshimi i presionit të gjakut në trup, brenda trupit të njeriut. Pra krijohet lëvizje e gjakut, aty është jeta. Por ajo tani vim tani në biologji. Kjo zemër ka edhe fushën e saj. Ka pjesë, po e marrim edhe si qendër energjie, po e marrim si qendër energjie që është qendra e zemrës, që është jeshilja, ngjyra jeshile, e cila është për mua është truri kryesor, sepse ajo prodhon emocionet i çon në trup. Nëse ti i frekuencat nga zemra, i çon nga zemra në tru, nga truri në zemër, bën atë rrugën vajtje ardhje, duke kaluar dhe tek fyti, po nuk po flasim për fytin tani, po çojmë tek syri 3 apo tek qendra e 7 dhe tek qendra e 8 që lidhet direkt me universin, nëse arrin pastaj që të kalosh dhe nga qendra e 8 dhe ti je në ekuilibër, aty në gjendje ekuilibri të jashtëzakonshëm, po themi bla bla bla, mbasi kesh bërë një 15 apo 20 minuta meditim, ti kalon në suprakoshiencë. Ato që janë valet gama, të cilat mund të jenë pak sekonda, gjysmë sekondi, ose 1, ose 2, ose 5. Po në një retreat që kam qenë unë 10, ne kemi arritur një vajzë me mbiemrin Morina ishte ajo, dhe të gjithë ne si sallë, kemi arritur një frekuencë 15 minuta, kemi thyer rekordin Guinness. Sa unë kur i baja duart kështu, i thosha asaj drejtuesës së seancës, mentores që kishim ne aty, i thosha që midis dy duarve të mia ka shkëmbim elektrik, unë ndjek llampa tani, thosha, me këtë energji që kam këtu. Edhe e ndija komplet energjinë e sallës. Këto janë energjitë e hapura që prodhon zemra. Ka një fushë elektromagnetike që është, për shembull, unë jam këtu, e gjithë energjia ime kalon përtej murit të komshies. Edhe unë them, kush e di sa herë kam gjallur atë komshin që ka qenë smur. Sepse kështu jemi në rrjet, jemi gjiko, nuk është për të bërë shaka. Jo, e vërtet unë besoj 100% tek të gjitha, po është një realitet që ne shumica nuk e di, Meri. Ti kanë që flet, njerëz duket çudi. Kupton që i thua këtë pse? Çfarë po thot kjo? Se kam mirë nga mulja çapo flet kjo zysha. Se s'është në rregull. Fusha magnetike edhe një herë e trupit të njeriut, sa më afër ti jemi, nëse jam këtu tani unë, i afroj, i largoj, e ndjej atë, e ndjej rrymën që rrjedh midis dhe ajri elektrizohet. Vete deri në 10-15 varet nga trupi i njeriu, se nuk janë gjithë njerëzit njësoj. Po nëse bashkohen 200 veta për shembull në një salë, me gjithë këtë energji të jashtëzakonshme, mo e ngritëm gruan e botës nga karrikja me rrota, e ngritëm zgupthi u habitëm në kur ngritën këmbë, si u ngrit. Një fuqi e mbi natyrshme. E jashtëzakonshme, kjo është. Është ana biologjike, bro. E shpjegoj me biologjikë. Po. Edhe di pse Meri kjo është ajo, nëse do isha më afër për shembull në Shqipëri, do organizoja këto sepse duhet patjetër të mbledhur në grup. Grupi shumë i fuqishëm. Grupi ka një efekt të jashtëzakonshëm edhe për konsciencë, për koshiencë, për çdo gjë, edhe për superkoshiencën që shkon në superkoshiencën si jetë edhe ti dhe krijon atë fushën e di si diçka tjetër Meri. Për shembull, ku mund ta vëmë re elektricitetin? Kur takohen dy njerëz dhe bëjnë dërm, xing, e ke parasysh kur prek diçka që e ndjen në duar. E ndjen në duar, direkt, e ndjen si shkëtij. Ja ta shpjegoj këtë të elektricitetit në duar. Ne njerëzit,
ne njerëzit, nuk bëjmë shkarkesa elektrike në trup. Ne jemi të ngarkuar me ngarkesë pozitiv me protone, po themi. Numri i protoneve dhe me numrin e elektroneve është më i madh. Dhe po që të ketë rrjedhje të rrymës, duhet të vinë elektrone, ose t'i shkarkojmë ose të na vinë në trup. Të shkojmë në tokë. Nëse ne nuk e tokëzojmë trupin, nëse ne nuk e tokëzojmë trupin, atëherë sasia e ngarkesave në trup është kaq e madhe, energjia nuk rrjedh dhe çfarë ndodh në këtë moment? Bllokohen çakrat, bllokohen qendrat energjike të trupit. E gjendra e parë, e dytë, e tretë, e katërt, e pestë, e gjashtë, e shtatë. E para dhe e dyta. Atë që lëkura është organi më i madh? Jo, po dua të dalu pak një moment këtu, sepse dua të theksoj diçka. Sepse njerëzit janë fokusuar shumë te traumat, por më shumë se sa në këto momente ne nuk duhet të fokusohemi te traumat që ka ndodhur para 40 vitesh. Ajo që do të fokusohemi, sa i lidhur je me tokën. Sa kjo është kryesori, fokusi jon primar. Nuk është të gjejmë atë traumën që ka ndodhur para 5 vitesh. Është të fokusohesh se këto protone në trup, kur ti nuk i çon në tokë, që nuk i merr dhe nuk shkëmben elektronet. Protonet nuk lëvizin, protonet janë në bërtham, nuk lëvizin. Ato që vinë dhe ikin, elektronet, blokimi diferencë potencialit. Çfarë ndodh? Ndodh ki bllokimi i çakrave. Domethënë, është ideja që ne duhet jemi në kontakt me tokën, ose të ham ushqim jeshil, ose që janë me energji të lartë, që është ti e shikon me mikroskop, nuk e shikon dot me si të lartë, domethënë me të lirë, por është ideja, nuk fokusi kryesor i joni nuk është të shërojmë traumat. Fokusi kryesor është të lidhemi me tokën, sepse toka e merr ato toksinën dhe e kthen në ushqim për neve. Nëse nuk lidhet kjo energjia që vjen nga planeti tjetër ose nga universi, jo nga planeti tjetër, nga universi, duhet të shkojë në trupin ton, edhe duhet të shkojë patjetër në tokë. Po ngec në trup, ajo bëhet toksin dhe ajo bëhet diçka që ne pastaj i vëmë emërtim depresion dhe ankth. Kjo është ajo që e bëm ne. Realiteti është që të sëmurin veten. Po, kjo është ajo. Çfarë mund të thuash për këtë pjesë, për depresion dhe ankth? Si e konsideron ti? Unë e konsideroj këtë proces që the ti në këto momente. E konsideroj si diçka që ne jemi shkëputur nga toka, nga nëna natyrë. Si e shikon ti, Meri? Tani, ankth dhe depresion. Blokim. Ndrysh. Tani, në rast se nuk bëjmë atë tokëzimin që ti the. Po. Ose tek e fundi fare, çfarë mund të bëjë një njeri që nëse ndjen atë prekjen me bryla, ose prekesh rastisht te frigoriferi, lëshon atje. Merr elektron se është metal ajo, edhe rrjedh atje rrymë. Po shqyqyr që të kapi, sepse rrodhe. Nuk rodhi rryma, po nuk rodhi rryma, a thash jemi për cjellsa. Jemi për cjellsa. Po. Jemi 70-80% kemi elektrolit brenda trupit ton. Dhe krijohen rryma aty, Dhe këto rryma, nëse këtu tensioni është shumë i lartë, këtu poshtë nuk ka, atëherë ty nuk të rrjedh rryma, nuk kalon, sepse është e njëjta ngarkesë. Je i ngarkuar pozitivisht me protone më shumë. Në këtë rast është i bllokuar energjia, se do të rrjedhi potenciali, kalon nga një pikë te tjetra te tjetra. Trupi. Atëherë trupin, ore njerëz, dhe disa e thjeshta shina. Për shembull, merr frym, çoje mendjen tek qendra, te çakra e rrënjës, pastaj kalohet te e dyta, te e treta, çakra e rrënjës. Edhe një herë, çakra e rrënjës është në çakrën e organeve gjenitale, në pjesën. Po, çakra e rrënjës. Pastaj çakra sakrale e dyta, e treta është qendra e tretë, është stomaku, ato flutrat në stomak, kur bie robi dashuria, bën flutrat, fa pa fup. Nëse ke atë, je në rregull. Ngrihet pastaj është zemra sipër. Po në rast se nëse marrim frym dhe kalojmë energjinë por shumë shpejt ama rruthe nga qendra e parë, e dytë, e tretë, hop lart, u hap çakra, u hap zemra. Krijohet një push magnetike goxha, hop hapet aty ke luhat, ke koherencë në pjesët e trupit. Pastaj ngjitet lart te futi, shkon edhe sipër. Në këtë rast futja një dushi, 2 minuta, hap dushin atje, futu në ujë, ja u rodhi. Ikën toksinat nga trupi. A tham që jemi en komunikuese, komunikojmë. En komunikuese, di çfarë janë një tub e 2 anë, bën kështu, siç është sifoni lavamanit. Po. Ashtu e. Duhet qarkulloj, ndryshe u bllokua.
U bllokua sifoni. Nuk ecën. Gjeci aty çfarë do t'i bëjmë? Është një gjë. Po ja u them me shembull praktik. Thjesht i ke laj duart, atje laj duart dhe kam tek bideja e tualetit edhe jenë në rregull. Hidhi një herë një grusht ujë syve dhe fërkoj këto ta marrë këtu. Ja preki let, nuk ka nevojë të veprosh fort. Ja. Let këto. Është nervi vagus këtu. Opa, iku. Kap këto 2 pika këtu. Kape këtë këtu shpejt. Një çik këtu, apo ti mbash duart këtu, ja janë rryma të jashtëzakonshme që vënë lëvizje komplet fytin, qendrën e fytit, edhe të bën që të flasësh lirshëm. Po, pa menduar. Pa menduar. E di pse Meri, sepse edhe kjo duhet ta theksoj për depresionin dhe anktin, është pikërisht një formë bllokimi, sepse ti je shkëputur nga e tashmja dhe të kërkohet që të vish në të tashmen. Është një kërkesë nga toka, sepse ti kur je në tokë ti duhet të zbatosh rregullat e tokës. Nuk mundemi ne të mendojmë që të jemi në tokë dhe të jetojmë në ajër. Kur njerëzit jetojnë për një kohë të gjatë në mbi mendime, ti shkëputesh nga ky trupi jot fizik, je shkëputur indirekt, je shkëputur nga toka. Dhe toka ka fjalë më të bukur, tokzimi, që quhet toka, që është tokës, dhe toksina. Toksinat janë pjesë e trupit tënd që kanë krijuar këtë bllokimin, sepse nuk ka mjaftueshëm elektrone dhe tani duhet të shkosh patjetër në tokë. Si të lidhesh, thot një vajzë, shko e zbathur, ti nuk do mendosh si do lidhesh. Toka e bën gjithçka. Ti nuk do mendosh se ti e bllokon veten kur mendon. Toka do ta gjejë mënyrën se si të lidhesh. Ti je me kopër. Ajo gjeta që thon si ta bëjmë, dil aty poshtë lulishtja, rri 2 minuta hiqi atletë mua më shikojnë gjithë rrugës, ma din mendjen edhe unë i marr atletat në dorë dhe çorape dhe ecim në lulishte në bar. Shumë herë. Eci edhe në çakull, edhe në çakull eci ka stile sepse aty tek pjesa e tokës ka ajo prek sensorit e këmbës. E gjithë nëse flasim me biologjikë, po masazh, çdo pjesë sado e vogël e shuallit të këmbës, e shputës së këmbës, është lidhur në mënyrë biologjike me gjithë trupin. Për shembull, gishti i madh është me syt, po themi. Do ta bëj Meri, do ta bëj një postim për këtë dhe ke shumë të drejtë, duhet më shumë informacion në këtë pjesë, sepse shputa e këmbës ka pika për edhe duar. Po kështu edhe duar. Ka çakra, është si çakër, një pikë çakre. Janë sensor këto, janë sensor. Po. Edhe të duar, edhe gishtat e duar, edhe pllëmba e dorës këtu po ta shikosh. Po, është e lidhur me çdo. Po toka e ka më të sepse është pjesa e poshtme e këmbës, sepse kemi mundësi që ti të ecësh me diçka që është jo e po, ka sensor më të ndjeshëm tek këmbët, ka sensor më të ndjeshëm janë. Ndërsa, gjithashtu duart është një formë tjetër se si të largosh këtë energjinë që ke shumë energji që nuk e lidhur me tokën. Duhet t'i bësh kështu duart. Domethënë, njerëzit i lëviz ose kështu në një formë pra goditje në trup që ti ta janë ato lëvizjet e trupit, po. Po, janë. Ore, futi muzikën aty unë nuk rri dot pa kërcyer 1 orë apo 2 orë në ditë. 1 orë apo 2 orë në ditë. Kam dhe punën të tillë, dëgjoj podcaste, dëgjoj libra nga anglishte që më është futur anglishtja me pajir në kokë, se nuk kam ditur anglisht, po më ka hyrë me zorë në kokë. Dua unë, subkonsciencia e bëri punën e vet. E kam mësuar gjuhën e librit e di shumë mirë, vetë se flas, po kështu e kuptoj gati në 90%. E ke mësuar si fëmijë. Po, ajo është mënyra më e mirë të mësuarit një gjuhë të huaj. E mësoj nëpërmjet tekstit, shtyp cc-n atje dhe shikoj tekstin, shikoj me liriks, edhe shikoj. Edhe marr dhe ndjesin, marr frekuencën e fjalës. Fjala është frekuencë, është ndjesi. Meri, sepse nuk dua se kam frikë se do na mbyllet live-i, vetë futemi pak te pjesa e fëmijëve tani. Për pjesën që tham edhe më herët. Po, tani shiko, ajo që më shqetëson mua, dhe doja ta zgjasim kaq këtë pjesën e parë, po ishte fushë kuantike, megjithatë tani për fëmijët. Po. Nëse e dëgjon dikush këtë podcast, sidomos e ata që janë pjesë qeveritar. Unë po e deklaroj, Meri Gjini, hedh në gjyq të gjithë sistemin arsimor, jo vetëm shqiptar, por edhe botëror. Sepse në kohën e sotme, sidomos në kohën e sotme, fëmijët që kanë lindur, se unë përpara se të fillonim këtë podcast, takova rastisht një maturante që mbaroi, një vajzë e shkëlqyer ekselent, edhe thash si ndihesh? Ndihem shumë keq në klasë. Po pse ndihesh keq në klasë? Sepse ata djemtë e klasës tallen me mësuesët. Po. Nuk mësojnë asgjë,
janë bosh, janë fyll bosh, dhe sillen sikur janë 13 vjeç, 12 vjeç, dhe jo sikur janë 18 vjeç maturant. Imagjino se çfarë bëjnë ata fëmijë. Ata gjithë ditën e ditës me telefon në dorë, bëjnë scroll. Tani le të flasim çik për këtë scrollin. Truri i njerëzit arrin që të procesoj, të përthith. Informacionet. Sa informacion? 40 bit në sekond kap truri. Se më shumë s'punon dot. Nuk punon dot. Bllokohet. Tani këta gjithë ditën e ditës çfarë bëjnë me atë? Rrisin adrenalinën në mënyrë artificiale. Adrenalina çfarë është? Prodhon kortizolin. Kortizoli çfarë bën? Bën ankth depresion. E gjithë shoqëria është në depresion. E gjithë shoqëria është në depresion. Atëre merrni frymë thellë me 4, mbajni për 6 dhe nxirreni për 8. Kjo është një ushtrim i thjesht fare. Pra marrin frymë thellë, po fëmijët ta nuk dinë të marrin frymë. Pse? Sepse i thot mësuesi fizikulturës, me frymë, ngri gjoksin lart, edhe ata çfarë bëjnë? Zvogëlojnë diafragmën. Ore merr frymë, zgjero barkun. Zgjero barkun të rritet volumi i oksigjenit që merr në trup. Dhe duke rritur sasia oksigjenit që merr në trup, do vej ku truri do marrim shumë oksigjen në njësinë e kohës. Duke marrë oksigjen më shumë, gjaku do pastrohet më shpejt, ikën ankth depresioni. Je njeri normal, ndihesh i gjallë, ata s'ndihen të gjallë. Bëjnë, po i them diçka, dihen orën 2:30 të natës, një grup djemsh këtu për jashta dritares time. Mbase kishin pirë asha ku diun se ishin edhe ishin 6-7 veta dhe morin njërin nga ata, 2 nga këmbë, 2 nga koka dhe e futën brenda kosh plerave. E imagjinon se çfarë ndodh? Njëri mbante kapakun hapur, tjetri e futin kosh plerave, ndërsa njëri bënte video për TikTok. Ç'a të thuash tani me këta të ri? Edhe nuk ishin dhe të vegjël, ishin 15, 16, 17, 18 vjeç. Imagjino tani se ku ka arritur shoqëria. Menjëherë në mënyrën më urgjente të mundshme. Duhet të ndryshoj struktura e mënyrës së dhënies së mësimit. Çfarë do thotë kjo? Shumë tema janë të vjetra, të kaluara. Janë akoma që nuk ato kanë dalë nga programi. Për shembull, po të them dhe diçka. Të thash edhe nuk e kam sekret fare, do filloj një shkollë të re. Edhe kur të flasim bashkë. Edhe unë kam qejf të bëj një shkollë të re. Jemi në vitin. Do ta bëj. Po të pëlqen, gjeni ma thuaj ta them dhe bëjmë nga 2 shkolla, se nuk të gjen gjë nga të mësuarit. Truri zgjerohet, sa s'ka ku të vej. Hiq ato lakra që kanë kokë. Unë i kam hequr për vetë, dhe pse jam në këtë moshë, e kam bërë trurin tim xiz, e kam rinuar sa s'ka ku të vej. Prandaj çfarë shpreh fytyra, trupi, rezantimi. Është tu. E rrezaton. Hiqi, pastro hard diskun e kompjuterit, mos më mbaj programe të vjetra. E kam vërë e rezantimin, Meri. Edhe ti mund ta kesh vërë të vetja. Domethënë, nuk është punë kam bërë diçka, unë shikoj tani rezantimin e energjisë time, ora time energjetike është ndryshme në krahasim me 4 vite më përpara. Dhe kjo është diçka shumë e bukur. Nëse ti fillon të marrësh ngjyrë të artë, ke filluar të është rezantim i zemrës, është fuqia e zemrës që rritet çdo ditë shumë. Kjo të lejon që ti të bllokimet në trurin tënd ti largosh një pas një, apo jo, Meri? Largon. Po. Atëherë duhet të ndryshoj dhe struktura e mënyrës së dhënies së mësimit. Edhe më përpara, shumë pak punonin me se varet edhe nga mësuesi, ajo është çështje individuale, që nuk a e mendon që unë të kem një laborator mos t'i përdor mjetet. Kjo gjë bëhet në shkolla. Mësuesit kanë frikë të hapin laboratorin. I kanë akull të reja, nuk i përdorin, s'din. Nuk duan dhe nuk din, janë të dyja bashkë, nuk di se ç'a të them. Është një tmerr i vërtet që fëmia mos të arrijë të prodhojë një elektromotor të vogël vet. Të mos të arrijë të bëj për shembull para ca ditë që kam edhe në Instagram se ajo faqen e parë ma vodhen kisha gjithë ata ndjekës, tani s'kam më dhe kam lënë kështu. Free nuk s'kam asgjë në Instagram. Bëra këtë, mora 2 gota me ujë. Njërës është e motos, është
shkencëtar japonez që ka bërë këtë eksperimentin. Njerëz i folën fjalë bukura, ti je jeta ime, ti je i mirë, ti je i pastër, ti je nga burimi i malitomorit, ti kështu, ti ashtu. Ndërsa kavanozi tjetër, gotës tjetër, i thash amane sa mikrobe ke këtu si do të pi unë, ti duhesh filtruar. I vura njëkohësisht të dy, e provova vetë, I vura të dyja njëkohësisht dhe I nxora ditën tjetër. Ditën tjetër çfarë të shikoj? Unë e dija që kjo do ndodhte, sepse dhe ndjeja dhe I pash nga sipër. Njëri kishte tamam ato format e akullit në formën e kristaleve të bukura, ndërsa tjetri ishte I qarë, tamam kështu I si mërzitur si fytyrë njerëzore. Që të shpive ta shikoj, unë e kam të Instagrami këtë. E ke të ki Instagrami? Po ja shikoj të Instagrami, po. Do ta provoj dhe një herë tjetër, do ta provoj disa herë se njeriu më është kënaqësi të merresh me shkencë. Me gjëra të vogla. Është jashtëzakonshme. Pra dua të them që vetë mësuesët duhet të ndryshojnë mentalitetin e të dhënies të mësimit. Pse? E para fare, këta fëmijë janë mosha 12 vjeç, kanë lidhur 2010-ën. 2010-ën ishte interneti. Veta nën kur ishte shtatzane kishte fëmijën në bark. Ajo ka parë telenovela, ka parë scrolle, ka parë reelsa, çat them unë ty pafund e ka lodhur trurin kaq shumë sa I fëmia pa dal akoma nga barku I nënës ka qenë I lodhur. Imagjino kur ka dal tani. Pyes janë nxënësit kur isha në punë, I thosha pse jeni kaq të lodhur e kaq që jeni të papërqendruar, si është puna? O zy, di si është puna tha? Unë orën 6 kam fjetur tha, kam rash në gjumë, orën 7:30 më ngriti mami zgupti tha, me zim doli gjumi në orën 8, në 8 qerek erdha në shkollë. E mendon tani që lozin tër natën e natës, I vën prindrit në gjumë, prindrit flen nga dhomë e tyre fëmijët, aha me njëri tjetri. Njëri këtu tjetri aty lozin. Bëjnë lojra gjithë ditën game. Edhe këtë gjë e ka 97% e popullsisë, e ka komplet kohën ja ka marrë interneti. Nuk e shfrytëzon internetin për punë, po thon s'kam punë, më është mërzitur puna, më është bërë kjo, më është bërë ajo. Po mirë o njeri. Vetëm ankohë. Jepi zgjidhje, mos u anko. Fokusohu te zgjidhja. Po, nëse mësuesët tani, çfarë duhet bëjnë me këtë gjë? Çfarë duhet bëj sistemi arsimor, çfarë duhet bëj qoftë edhe qeveria, qoftë edhe në të dyja që po flasim. Ore mirë ti fëmijën tënd, hiqe nga unë kam një mbes 6 vjeç. Djali im nuk I lë telefon fare njëherë me dorë, po ka një orar kukullash 15-20 apo 30 minuta që e ka shumë të shenjta e shikon kështu atë. Televizje pret që ta shikoj. Ore të ketë dhe uri njeriu. Po jo lodhet nga të parë, imagjinoj një mashkull që rri aty, ka mbaruar 8 orashin e punës, I ka kryer detyrimet familjare, merr atë pultin e televizorit dhe rri 5 orë aty. Shikon televizor. Çfarë fitoj me atë? Ja kështu na e vjedh kohën internetin. Dhe themi pse? Ore shfrytëzo në të mirën tënde. Bisedo, bëj një bisedë të mirë siç po bëjmë ne që po shkëmbejmë energji me njëra tjetrën. Jep një çfarë them unë, një diçka pozitive. Se ndryshe nuk Po na shfrytëzon internetin në vend që ta shfrytëzojmë. Po, edhe në qoftë se je pjesë e internetit, se të gjithë jemi pjesë e internetit, ajo që duhet të fokusohemi që thot Meri, është të shikosh diçka, të ndjekësh disa njerëz që ti të japin vlera dhe që të bëjnë të rritesh, jo disa që të ulin, që të bën ti të ndihesh keq. Nëse ke njerëz në Instagram që të bëjnë të ndihesh keq, qoftë edhe faqja ime, më largon nga ai. Nuk të pëlqeu Meri, bllokoje. Ore bllokoje. Nuk dua që është e thjeshtë fare. Po, fiks. Është e thjeshtë, po. Sepse është kur ti nuk të shërben, pse duhet ta kesh në Instagram? Kur ti nuk të shërben një vajzë që po nxjerr gjatë gjithë kohës pushime në Maldive këtu, edhe ti ndihesh keq, pse duhet ta kesh në Instagram? Pse? Që të rritësh egon? Pra kjo është ideja. Largoj shumë gjëra nga vetja jote, qoftë edhe faqen time nëse unë të ngarkoj. Në një farë mënyre, unë nuk dua që të më Nuk dua të më kesh, sepse kjo nuk është puna që të kesh dikë vetëm për ta parë sa sukses do ketë. Jo, nuk është kjo. Është puna që ti të marrësh dhe të kesh etje dhe të rritesh çdo ditë edhe më shumë. Kjo është aftësia që ti të kontrollosh trurin tënd dhe mos të lejosh trurin të kontrollojë ti. Domethënë, truri është shërbëtori jon. Nuk duhet që ne të bëhemi shërbëtori I trurit ton, se dhe shumica nga ne sot kemi arritur në atë nivel që jemi shërbëtori I trurit. Unë e përdor internetin vetëm për të krijuar. Unë nuk futem në Facebook, me raste të ralla futem në Facebook që të bëj komente dhe të shikoj familjen se si janë veshur, se çfarë dasme kanë bërë. Nuk e bëj dot këtë gjë, sepse unë jam fokusuar te krijimi. Dhe kjo mua më jep kënaqësi. Nuk I bën dot, nuk I bën. Ose do krijosh ose do konsumosh, nuk ka të mesme.
ose krijon ose konsumon. Kur ti krijon, ti shkon në valët gama, që tham atë pjesën që foli dhe Meri pak. Vala gama. Ajo është mrekullia, të kalosh në val gama. Ti mendon ti që vala çfarë na ndikon, domethënë, sepse truri shkon në valë të ndryshme dhe ne e dim shumë mirë që është vala alfa, vala beta, vala theta, vala delta, vala gamma që është vala e talentit që quhet ndryshe. Si e shikon këtë pjesë? Si mund të kalojë një njerëz zakonshëm në këto valë? Vetëm një shembull të thjesht, Meri, edhe avat dal nga dal do ta mbyllim se kam frikë se nuk e regjistrojnë dot. Dua ta hedh në faqe këtë live se është shumë i bukur. Atëherë gjatë gjithë ditës jemi në val beta. Është vala e punës, punojmë, komunikojmë. Por edhe gjatë punës, këtë valën beta, për shembull po marr një rast i dua praktike gjërat. Nëse jam duke larë enët. Po. Jam duke larë enët, po themi. Po. Atëherë jenë val beta, përpiqu ta ulësh një grad më poshtë, kalon në alfa. Qetëso, medito dhe gjatë asaj. Ose fokuso tek ajo gjë që po bën, jo si themi ne të vjetrit, themi, mos e kullo trurin shumë, shko ande shko këtej mendja firifiu. Mbaj mendjen aty, ji prezent. Ajo që mua më ka rinuar dhe më ka kthyer 40 vite mbrapsht, është sepse un jam prezent në çdo moment. Un jam duke parë sytë e tu tani. Po, edhe unë. Meri, si ti jesh prezent, do me thënë me shisat tona, me dëgjim, me shikim, po, me të gjitha, me prekje. Duhet jesh me frekuenca, duhet jesh e vetëdijshme në atë gjë që bën. Ndije, ule valën, ule sa më shumë, kalove në delta, kalove në alfa, pastaj hopa kalon delta, në theta ajo se mund të pa dashje digjesh atje se hap të nxepi. Po ama duhet jesh, për shembull, ham ushqimin. Njeri po merr frymarin, pije lëngun, haj ushqimin të kalojnë për stomak, ndjeje, për shembull, ndjej, pastaj mbasi ke mbaruar punën dhe ke bërë gjitha punët, ri, për shembull, nëse je në zyrë, ri 2 minuta ose 3 minuta, bëj atë frymarrjen 4, 6, 8, merr për 4, mbaje për 6, nxirre për 8, dhe hop, por ama duhet të ndjesh, un kam arritur për veten time, që të ndjej ka shumë, ti vizualizoj, ti bëj një skaner nga maja kokës këtu, edhe fjes flokët, bëj një skaner komplet trupit, opa, tani kalova në rryma, komplet deri te gishtat e këmbës, kaloje nga poshtë, merr energjinë nga poshtë, opa, unë gjit, kalo lart. Pastroj aurën kështu, ja opa, bëj sikur shtrikrat atje në zyrë. Ja opa, e pastrove, e mblodhe gjithën e mbaj krahat hapur kështu dhe merre energjinë, edhe zbrite poshtë në për trup, zbrite, kaloj, ngjite përsëri lart, mbaje këtu energjinë. Ngjite lart, grumbulloje, merre lart, hapi krahët sa të mund, sa hap ti krahët, gjithë kjo pjesë e universit është e jotja. Ka bollëk për të gjithë. Ka mundësi pa fund për të gjithë. Vetëm se nuk kemi sy ta shikojmë e ta marrim këtë bollëk. Po bollëku më i madh është pasuria shpirtërore, është qetësia brenda këtu. Nuk ka nevojë njeriu për shumë ushqim. Para 4-5 ditësh bëra një fasting 4 ditore gjysmë. Çfarë do thotë kjo? Kam pirë vetëm ujë. Nuk kam ngrënë asgjë, kam pirë vetëm ujë, çaj dhe kafen shumë të hollë, pa sheqer. Dhe ditën e 4 ta ngra 3 lugoris në drek, pilaf, me pak sallator se e doja kështu dhe 3 në darkë. Ditën e 5 më isha në lumturinë maksimale, ditën e 2 e pata një çik vuajtje. Po, shtova sasinë e ujit, dhe pastaj çfarë thua, jam në rregull. Qelizat e mia komplet, më shumë qeliza, jo ato staminalet, po qelizat e zakonshme. Po. Më 2 fishohen dhe më milion fishohen. Çdo ditë, çdo kohë, tani po flasun, frekuencat e mia janë maksimum. Edhe këto çfarë bëjnë? Pastrimi i qelizës është. Qeliza merr energji, gjen një mjedis kuantik në të cilin ajo vetëm jeton bukur, e mori gjithë informacion. Edhe qelizat e mia dhe të gjithë ndjekësit, po e marrin këtë informacion, është në fushë kuantike dhe largësia është shumë e vogël. Ernesto Sabato është një, se unë lexoj letërsi jashtë mase, ja po ta shikoje. Po, sa bukur. Sa titu janë, ja shikoje këtu sa titu janë. Ja Borghesi, tregimet e Borghesit, thot, nëse një flutë rre krahët
po themi në Brazil, ndihet në Evropë brenda çastesh. Kaq e vogël është bota. Po. Pra duhet kemi atë konceptin hapësirë kohë. Edhe kjo është koncept i fizikës, koncepti hapësirë kohë, të mos i japim dimension. Mos i jep dimension, s'ka dimension, s'ka kohë, filloj vajti ora kaq, vajti kaq. Jemi në njerëzit që kemi krijuar gjithë kalendarët, me 28 ditë, me 60 ditë, me 30 ditë në muaj, me 365 ditë, i kemi lidhur për të këtë kemi si tip mekanizmi për të llogaritur kalendarin, për të krijuar një kalendar. Po jo se ekziston, e kemi krijuar ne. Po më përpara kur s'kishte kalendar, si jetonin njerëzit? Me vërtet është, Meri, nga një herë mua më duket sikur koha ka ndalur. Më të nuk e di ku jam. Të vërtetën, domethënë, mund të ri në një moment edhe më duket sikur nuk e di ku jam. Domethënë, është shumë e bukur si ndjesi dhe nuk dua të jap një koncept se çfarë është fiks, por unë mendoj se është e tashmja, është prezent. Domethënë, kur jam prezent totalisht e shijoj çdo gjë, e marr. Kjo gjëja për të hequr anktin, nëse doni ilaç për të hequr anktin, bëni vetëm frymarrjen. Bëni larje në dush disa herë, dilni zbathur në natyrë, bëni frymarrjen 4, 6, 8 apo 4, 6, 12. Për shembull, unë nëse zhytem në ujë, më përpara rria 15 apo 16 apo 18 sekonda, tani rri 35-40. Në fund javë isha në plazh, kam ndajtur gati 35 minuta, shtrirë në not shpinë, që ishte një det vaj fare, isha në spillet, e kam ndajtur kështu me diell, o zoti i madh, ma trupi s'kam u faj. Po, ajo është prezent. Ajo është prezent. Një prezent, po, unë dëgjoja fshfërimat e ujit poshtë, përpiqesha të krijoja ndjesi të reja. Dhe e fundit fare se mos na mbyllet, për fëmijët, ne për fëmijët duhet të mësojmë, për fëmijët kuantik, kështu i quaj unë dhe kam një program, një plan timin për fëmijët kuantik, të shikojmë se sa do ta realizoj. Po është një plan i jashtëzakonshëm. Të gjitha ushtrimet çka kam bërë për 40 vite, do t'i bëj tip video, MP3, MP4. Edhe do t'i jep në 2 apo në 3 gjuhë të botës, pastaj në Amazon do t'i shes atje. Ja kjo vjen paraja. Me pak telefonin se më ul poshtë. Shumë mirë, kjo është gjë shumë e mirë që ta bësh sepse ka nevojë Meri. Edhe duhet edhe në gjuhën shqipe patjetër sepse ka shumë nevojë, sepse duhet. Po, gjuha bazë është shqipja. Po, fëmijët janë mësuesit tanë sepse janë në të tashmen. Domethënë duhet ta dish, nëse ke një problem me fëmijën, problemi nuk është fëmia e ti. Sepse ti je në valë të ndryshme se sa fëmia. Domethënë ti duhet mësosh të jesh në valët e fëmijës, që fëmia të mësoj, jo ti ta mësosh. Ti përpiqesh ta mësosh, ti e ke humbur lojën e mësimit. Fëmia do bëhet rebel, nuk do të dëgjojë. Jam 100% me ty, Ina, jam 100% me ty. Ata që duhet të ndryshojmë jemi ne, të ndryshojmë fëmijët. Fëmijët janë në rritje. Ne kemi 500 lakra në kokë. Pasto harddiskun tënd, krijo familjen tënde, rregulloje. Kështu rregullohen fëmijët, jepi ushtrime praktike, merre aty kur bën atë shkretën e byrekut, merre fëmin, hajde merre këtë kulaçin këtu dhe rrotulloje një çik, thjesht për ta vënë aty. Thjesht vëre në kushte meditimi. Një herë kur isha në shkollë private, kisha një grup vajzash me një energji, po ishin vajza fantastike. Asnjë nuk i donte ato. Se thoshin janë të pëzdredhura, siç i kemi ne mësuesi që kemi 500, ja dalla 4 që kanë mendjen fare, jo kështu e po kështu. Unë kisha për shpjeguar, kisha valët, edhe zakonisht merja 2 qerre me vete, me 2 çanta plot me mjete mësimore, edhe ato s'po duronin dot, unë e pash e kapa frekuencën e tyre, një të marr atë me telefon, e lidha me boksin edhe shova muzikë aty në mes. I tha, shiko, do dëgjojmë jo më shumë se 1 minutë e gjysmë, po do më jep fjalën, do zgjidhim 15 ushtrime dhe kam krijuar në grup rreth e qark, do të krijojmë një klasë, jo ato klasat tradicionale që kemi ne. Do të jenë në formë rrethi, në formë një rrethi vizioner ku çdo fëmijë ndihet i barabartë nga qendra. Në qendër është mësuesi ose është problemi dhe gjithë fëmijët janë rreth e qark. Edhe kur erdhi drejtoresha, më tha më je çmendur ti pse i thash, po këtë po kërcejmë, po le të kërcejmë me thash unë është ti dhe ja do ta shpjegoj më vonë thash, s'kam kohë të merrem me ty tani, ik, mos më hyr mua, mos më hap me derën ashtu i thash. Ato u ndezën më keq, po kërcenin jepi thonë sa më shumë hidhuni. Sa më shumë hidhuni, sa më lart, bam, 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 it's my life. E Bon Jovit, ajo muzikë të ngrenë në kupë të qellit. Eri, e di pse sepse ne kemi shumë për të thënë dhe unë do të të ftoj sërish në live, se nuk dua që ta humbas të live, dua ta kem, do ta hedh në YouTube të live direkt.
por dua që të dim diçka. Do vim një live tjetër për valë, do flasim në mënyrë të detajuar për valët e ndryshme, alfa, beta, me radhë. Gama, sepse është temë shumë e gjerë dhe unë e di shumë mirë që ti nuk mund të thuash vetëm në një live të shkurtër. Po nuk thuan ato se ato janë leksione pafund. Janë të pafundme, prandaj ajo që më intereson mua mbi të gjitha janë fëmijët, janë e ardhmja jonë. Çfarë presim ne nga për vitin 2045-2050 në një kohë që shumë pak profesione do ngelin? Çfarë do të bëjë njeriu atëherë? Nuk e di se nuk të pyes fare për mosh, por më përpara ne punonim 6 ditë në javë, mezi u bën në Shqipëri 5 ditë në javë. Tani që para ca ditësh dëgjova që 14 mjek robot në Kinë bëjnë 10.000 operacione në ditë. Edhe mjekut po i vjen vërdallja. Tani, unë kam ndërmend, po them këtë gjë që më shkoi në mend që parë. Dua të ngrej një spital. Do bëj një biznes. Do marr 3 mjek ose 4 mjek, do t'i marr njerëz të gjallë dhe 14 do t'i blej robot. Në Vlorë tani për shërbejnë robotët kamariera. Ka lokale në Vlorë. Se në Gjermani e di që kam ngrënë kaq herë, edhe di që do e roboti, shtyp një smajl atje dhe buzëqesha, i kënaqet, kaq. Edhe të kënaqet. Si shërim lonjatët, që do marrësh ti e bën kamarieri? Të thot ashtu ai një smajl. Po. Tani si vete, ku do vej gjithë kjo kohë? E gjithë kjo kohë, mendoj unë, do vej për njerëzit që të çlodhin trurin, të heqin anktin, të heqin depresionin, të punojnë një pak. A e mban mend në 1700 ca ishte revolucioni industrial, thoshin atë robot s'ka do ngelim pa punë, ande po këtej, ama shqyre që nuk i tërheqin njerëzit më, makinat janë me shpejtësi më të lartë, trenat, avionat, s'kishte as avion as gjë, as tren atëherë. Po ja që u bën. Tani që erdhi inteligjenca artificiale, shqyr që është na bëj një punë. Pse të lodhem unë? Nuk duhet i friksohemi, duhet ta përdorim inteligjencën artificiale që ne të marrim për zemrën tonë, që ne të marrim për personalitetin tonë dhe për intuitën tonë. Bore na ka falu Zoti diellin, rrin diellëvra, ngrohën diell. Puno më pak, harxho më pak ushqim, s'ka nevojë robi, janë për njerëzit gryksare, sa piva 15 birra. O po ku i fusin një? Imagjinore, vetëm hanë e pinë. E vdesin pastaj nga tensioni, nga zemra, më tensioni, më kjo, më ajo, e helmuan trupin me ushqime. E vërtetë është. E ropën tokën me nuk po i lëm gjë. Tu në Berat u hap një se ishte kjo e naftës, gjoja do dilte nafta vu këtu, edhe shponin ato makinat vajti deri në 12 km dhe 20 km të thellë. E u trondi dynjaja bede bu, hap një puse bigjesh pusi ja 2 javë nuk maron të gazi. Ku vete e gazi, po elmojnë vete. Edhe tërmeti që ndodhi, Meri, që ndodhi në Durrës, në Tiranë. Edhe tërmeti që ndodhi, ishte thirrje nga toka, sepse është nuk janë lidhura gjërat. Nuk janë aq. Po e shfrytëzojmë. Ore po i dhem shpirtit tokës dhe ne nuk ndjejmë frekuencat e tokës, 432 Hz. Këtë të dëgjojmë, një rrjedh ujë. Dëgjoj një lumë që kalon aty fshprimin e pemës. Rini hije 5 minuta te trungu, kape atë pemën, pleke me gishta, ose unë do marr stetoskopin, e kam provuar disa herë, merr stetoskopin dhe zhyt atje, preke dëgjoj zhurmën e pemës. Vjen nga thellësia. Ka shumë gjëra që njeriu duhet të themi në live, po mos nuk të premton koha edhe. Do ta mbyllim tani, Meri. Unë e kam shijuar më zhdukur si 1 sekond, nuk më zhdukur si gati më shumë se 1 orë. Kemi vajtur gati te 90 minuta, mund të them, ose më shumë ndoshta, por ajo që unë dua të them është jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese për të gjitha informacionet që ke dhënë në këtë live dhe kam gjetur njeriu që unë mund të flas lirshëm, se nganjëherë njerëzit vendosin atë epiteti Meri që është zhvillim personal. Unë nuk i flas më shumë për zhvillimin personal se sa flas për fizikën kuantike dhe për këto që Meri foli në këto momente. Duhet ta dini, nismën e parë unë kam marrë nga mësuesja e fizikës time në gjimnaz për të hyrë në këtë botë. Se fizika është gjithçka, e ka matematikën brenda, e ka kimin, e përdor dhe kimin, vetëm strumbullari është trupi ynë. Pse themi ne fizis do të thotë natyrë. Fizis nga fjala greke, natyrë. Është thjesht natyra. Studion natyrën.
Jo vetëm natyra aty jashtë edhe natyra jonë e brendshme. Ti e kupton vetëm kupton më shumë natyrën aty jashtë edhe fizikën që folëm në këto momente Meri. Për mua natyra është gjithçka, nuk ka asgjë të ndarë, jemi të gjithçka çka ka. Po, Çam mbledh, jo vetëm rruzulli toksor, se thash një pikë luhi në gjithësi, po e gjithçka është natyrë, është fizik. Faleminderit edhe një herë, ju përqafoj fort, i lexova të gjitha komentet, faleminderit që ju komentoni. Kus lexova dot asnjë lloj komenti, po. Se ti ishe në Ju përqafoj të gjithë, ju dua shumë. Por mundova të ktheja përgjigje me anë të pyetjeve që të bëja ti direkt Meri. Të falenderoj shumë një herë, edhe faleminderit, do vim sërish me valët e ndryshme të trurit ton në një live tjetër dhe do flasim në mënyrë të detajuar se cilën val. Alfa, beta, theta, delta, gamma. Dhe si të kalojmë në simptomë pastaj. Mirë, natën e mirë pastaj. Të përqafoj fort edhe faleminderit edhe një herë. Edhe natën e mirë. Shumë të fala atyre kangurëve atje. Mirë. Faleminderit, po, do të bëj fala. Të kam xhan. Ai xhepi përpara më duket çik si kangurë, ai xhepi që ka aty. Po. Të kam xhan. Je dashurinë. Gjithashtu. Ju përqafoj të gjithë. Faleminderit. Gjithë të mirë, natë e mirë.